Përshëndetje të gjitha, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Unë jam Xhencila Thartori, desha të jap një mendim në lidhje me paketën fiskale për vitin 2025. Paketa fiskale për vitin 2025 hyn në fuqi në një moment kyç për financat publike, ku qeveria synon të mbështesë rritjen ekonomike pa vendosur taksa të reja të drejtë për drejta mbi qytetarët dhe bizneset. E përshkruar si një paketë të qëndrueshme dhe e matur, ajo fokusohet kryesisht tek rritja e të ardhurave përmes administrimit më efikas, rritjes së aksizave të planifikuara dhe zgjerimit të formalizimit. Ndryshimet e këtij viti, megjithase jo drastike, pritet të kenë efekt të dukshëm në treg, veçanërisht në sektorët e duhanit, lërave të fatit dhe administrimit lokal. Për qytetarët, paketa prezantohet si një përpjekje për stabilitet fiskal, ndërsa për bizneset mbetet një test i ri mbi adaptimin e një treg gjithnjë më të rregulluar. Analizë pro dhe kundër paketës fiskale. Analizë pro dhe kundër paketës fiskale 2025. Paketa fiskale për vitin 2025 ka hapur një debat të gjerë midis ekspertëve të ekonomisë, bizneseve dhe qytetarëve. Edhe pse qeveria prezanton si një paketë të qëndrueshme pa taksa të reja të drejtë për drejta, efekti i saj në ekonomi mbetet objekt diskutimi. Më poshtë, një analizë e balancuar me argumentet pro dhe kundër, ashtu siç ka ndalë nga debati publik dhe analizat e specializuara. Çfarë vlerësohet pozitivisht? Pro. Stabiliteti fiskal pa taksa të reja. Qeveria ka shmangur vendosjen e taksave të reja të mëdha duke synuar një mjedis më të parashikueshëm për bizneset. Në një kohë pasigurisht globale, ruajtja e qëndrueshmërisë fiskale shihet si një hap që frenon presionin mbi konsumatorët dhe sipërmarrësit. 2. Formalizim më i thellë i ekonomisë. Masa për përmirësimin e administrimit tatimor, sidomos kontrolli, digitalizimi dhe lufta ndaj evazionit mund të rrisin të ardhurat shtetërore paranduar mbi tatim paguesit korrekt. Kjo ndihmon konkurrencën e ndershme, ku bizneset që paguajnë rregullisht taksat nuk i penalizon nga ato që i shmangen. 3. Rritja progresive e aksizës së duhanit. Rritja planifikuar e aksizave shërbesh sigurimi i qëndrueshëm i të ardhurave, duke kontribuar njëkohësisht në uljen e konsumit të produkteve të dëmshme për shëndetin. Kjo politikë është në lidhje me praktikat e Bashkimit Evropian dhe konsiderohet e domosdoshme për zhvillimin e politikave të shëndetit publik. 4. Shkarkim fiskal për bizneset e vogla në disa bashki. Disa bashki kanë ulur tarifat vendore deri në 30%, duke i dhënë frymarrje bizneseve të vogla, të cilat janë ndër më të prekura nga kostot e larta të operimit. Kjo mund të rrisë aktivitetin lokal ekonomik dhe punësimin. Kundër,